Unë duhet të bëj një vërejtje banorëve, se një pjesë që rrin indiferent. Mos kujtojnë se sot është problemi tem i këtij apo jashtë. Nesër do t'i vijë radha edhe atij banorit që sot është indiferent, që rri, shkon mandej nuk afrohet, apo i atij kryeplakut, apo edhe atij tjetrit e atij tjetrit. Kryepllakun e pam shumë të friksuar, si duket i kanë bërë presion. Duhet të jetë interesuar. Sot kur kemi qenë atë mbledhjen e QB të Këshillit Bashkiak atje, dhe kryetari i bashkisë tha që kjo është një teka e juaja. Po jo, unë po i them këtu. Nuk është teka e banorëve, por është teka e tia. Përse? Se ati i teket, ja jep ati të Gualcelos. I teket, ja jep grupën e Vullkanit. I teket, ja jep vatën e Tushit. Nesër do t'i teket, do t'i japi edhe Korijet. Pas nesër do t'i teket e këto që theti që ne i kemi vetëm me AMTP dhe nuk i kemi certifikat pronësie të tokat, do t'i teket ati që do na i marrë këto. Do me thënë teka nuk është tona, po teka është e atia. Kryeministri, se fole që parti për kryeministri, po kryeministri në 2013 kur ardhi, tha që se i votuam të tërë, tha që ato certifikatat do nxjerrë falas. Urdhëm le të thot njëri nga këta mua që kush e ka nxjerrë certifikatet për 2 vjet për mandatin e parë, brenda mandatit të parë. Jo, le të thot njëri nga këta mua që ka nxjerrë falas certifikat, le të thot një socialist i tërbuar, le të thot që ore kam nxjerrë falas unë. Dhe zotimi është që brenda 2 viteve të para të mandatit, ne do të mbyllim përfundimisht reformën 20 e kusur vjeçare të hapur e të pambyllur të tokës dhe do t'i japim certifikatën e pronësisë mbi tokën çdo familje fermere që jeton me tokën, punon tokën, rropatet për të nxjerrë prodhimin nga toka dhe ka 20 e ca vite në hava se e ka dhe nuk e ka tokën. Ne do t'i japim certifikatën e pronësisë mbi tokën. Se ka ardhur momenti i tyre për të marrë një shërbim plotësisht falas dhe atë që po bëjmë me sukses për legalizimet do ta bëjmë me po kaq sukses edhe për tokën bujqësore. Pra, certifikatat e pronësisë për tokën bujqësore falas. Le të më thot një që ore kam nxjerrë unë falas certifikat, po s'ka shans. Ore unë s'kishe lek, pandaj se tha shqip 280.000 lek. Nuk ka shans që ta ke nxjerrje. Legalizimin e shtëpive, tha mandatin e dytë. Do t'i legalizojmë shtëpitë. Do shkojmë deri më s'ka shans. Certifikatat nuk do vini juve, sa po do vinë ata të ta asaj do vinë shtëpi. Do vinë shtëpi mos lodheni. Edhe kjo s'na ka. Prandaj për ne, ndryshe nga ata, çështja e legalizimeve është një çështje që lidhet me gjithë planin ton të rilindjes ekonomike. Dhe ne procesin e legalizimeve do ta nisim menjëherë dhe siç e kam thënë dhe herë tjetër, unë do ta drejtoj personalisht, do ta ndjek personalisht. Nga AJK-ja, ne e kemi nisur dhe ta përfundojmë këtë punë duke u dhënë të gjithëve në dorë ju dokumentin e legalizimit dhe ju nuk do paguani as edhe një kokër leku. Prandaj ne kemi shumë probleme e shumë. Ne duam të jetojmë ky komunitet që jemi, që na kanë lënë të parë tanë, dhe duam të jetojmë këtu. Të mos na detyrojnë që ne t'ikim me zor. Ne ti kur jemi, po këta të rinjtë që janë çik më të rinj që mos i detyrojnë që këta të jetojnë, të punojnë tamam këtu siç duhet. Edhe unë nuk ju pyes ju për ujë, për drita, për shkollë, për kopësh, për çerdhe, për shërbime, për pastrim, nuk po ju pyes për këto, se ju keni këta hallë të madh. Po normal. Këto duken më hallë më të vogla. Duam të zgjidhim atë më të madhin të parin. Kjo është më madhja. Sot për sot kjo është. Ne tokat nuk duhet se mos pas ka kufire. Po që në kohën e zamanit më janë ndarë kufiret nëpërmjet fshatrave. Neve kemi fshati tonë ka çrrjedhë uja këtej. Çrrjedhë ujta dhe ka zërvaska. Ore tok shtet ka pas para 44-s tu, siç thon këta janë toka shtet. Ore normal që të shtetit jemi tërë, pjesë e shtetit jemi tërë. Tok shtet. Po s'ka be, ore këtu ne të parë tanë na kanë treguar që një peçerrave ka vrarë një peandesh se për të mbrojtur tokën, për të mbrojtur sinora atje. Është vrarë që në kohë është vrarë, është ble me Florik. Nëse ti më thua këtu, po tjetër më ta quajmë si ti thua tokë shtet në pronë të bashkisë. Dakor, por nuk më linte drejta mua
paketa e maleve, se mos them ndonjë gjë Ka tjetër. thënë kryeministri, Po paketa me dakord, maleve po ka dakord. thënë ai. Po paketë Dhe maleve. klinde ty e derita që je banor. Aty, paketa e maleve, ne këtë paketë të maleve do të shfrytëzojmë kështu, do të shfrytëzojmë për kullotë. Këtë kodër që kemi dhe këtyre tu paguaj taksë, kush do mbaj kullot? Bakti do mbaj unë 100 kre, 200 kre. Sa është taksa? Po taksa tjetë simbolike, jo të ndjek mua taksa sa që doj qefi 70.000 aty tjetër. Jo, më ka thënë 1 euro metri katror ka thënë. Ore, po jam rregullo, e unë që s'kam bakti, do detyroj mund vetëm të marr bakti, që sot s'ma mban të mbaj bakti. Nuk ta do jep me 1 euro ty, Po s'ka shans që Po ta si hapi ty s'ta jep, ty s'ka nuk ta shans. jep ati a jep. Po dihet. Këto janë problematikat. Pastaj kemi atë që theti të rrugës që unë thashë që dije që kemi shumë shqetësuese Të kamionve. të kamionëve. Vazhdon akoma më thash. Por e kalon kamionët e di e kalonin këtu kamionët. Po mi ma ju bëj një rrugë tjetër atyre. Po ne nuk i zgjidhim ato probleme. Ne zgjidhim problemin ton. Ne duam që makinat mos kalojnë. Leta zgjidhi tjetër kushat atë muhabet. Ne nuk i zgjidhim ato. Të tani me rrugë shtruar për rrezik ecin edhe Është shpejt. gjuna, më u bë diçka e mirë. Hajde, Gjysma se ku jeton ky baltazh këtu. Atje serdhi rruga. ande sarrin Mbaru rruga. fundet. Se duhet Deri aty ku bëm emisionin qendër fshatit, ë? po. Gjë atje. Beke xhamia. Gjë atje. Ande na Në na mbaruan fondet. Pastaj Por e faleminderit që e bën, në kuptimin e asaj se nuk duam të nxjim atë që Jo, është ne filmuar. ajo është e bardhë, po themi. Tani Bravo, faleminderit me rezerva Po, se ka 34 vite që Ajo faleminderit gjendëm kuristonesh, po hajde ta quajmë, se ajo me lekët tona, me taksat tona është, se nuk është me të tijat. plus e munguar për 34 vite. Faleminderit. Kush do flas?